Në zemër të pyjeve të lashta, larg zhurmës së qyteteve dhe syve, kurreshtar të njeriut jeton një nga shpendet më misterioz të Evropës. Ai nuk ndërton fole mbi oxhaqe, nuk kërkon afërsinë e njerëzve dhe rrallëherë lejon të zbulohet. Heshtja është mburoja e tij, ndërsa pylli është mbretëria ku ndihet i sigurt. Ky është leleku i zi, Ciconia nigra. Në pamje të parë ngjan me të afërmit e tij më të njohur, lelekun e bardhë, por ngjyrat e errta, shkëlqimi metalik i pendve dhe mënyra e fshehtë e jetesës e bëjnë një krijesë krejtësisht të veçantë. Në rrezet e diellit, pendet e tij nuk janë thjesht të zeza. Ato marrin nuanca të gjelbërta, vjollc dhe bronzi, duke krijuar një spektakël ngjyrash që ndryshon në çdo lëvizje.